Mirëmëngjesi për të gjithë juve shikues të Koha Vizionit, unë jam Erza dhe sot do kemi një lidhje me Viber me të cilin do të flasim me influencerët në farmacistën Pranvera Osmani, me të cilin influencerët tonë kanë qenë pjesë të një takimi me ATK-n dhe shpresoj shumë që zonja Pranvera sot do na tregoj më shumë rreth takimit se çfarë kanë biseduar. Mirëmëngjesi Pranvera. Mirëmëngjesi Erza, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e televizionit. Si erdhi deri te takimi juaj me ATK-n? ATK-ja, ose Administrata Tatimore e Kosovës, ka marrë një iniciativë, ta themi kështu, për me mbledh gjithë influencerët ose personat që kanë ndjekës pak më shumë në rrjetet sociale, me i bë bashkë një numër të tyre, sepse në Kosovë janë shumë, të fushave të ndryshme, edhe me i takuz bashku edhe me pa qysh të tjetë, a ka raj mundësi ndoshta që bashkë të bëjmë dhe i projekt, të zhvillojmë diçka që të promovojmë pak më shumë edhe aktivitetet tona që i bëjmë duhet të tatohen, dhe të thëtë ti regjistrojmë bizneset ose të fiskalizojmë bizneset edhe të punojmë konform rregullave dhe ligjit që operan në Kosovë. Por sipas juve, pse është rëndësishme të formalizohen bizneset në Kosovë? Pa i formalizimi ose regjistrimi i biznesit gjithë të sjell benefite, të sjell të mira, ka, si të themi, kemi fillimisht arrihet bëjmë një besueshmëri pak më të madhe karshi klientave me të cilët punojmë, që ajo ka rëndësi të madhe sepse nëse e dim që një biznes për shembull është tatim pagues i rregullt, është i regjistruar, automatikisht krijohet një përshtypje e mirë karshia e atij biznesi edhe të shtyn dëshira me punu me atë biznes, kështu që i ka benefitet e veta edhe ajo punë. Pastaj edhe puna ose bashkëpunimet janë shumë më të mira edhe më të bollshme ose më numër, dhe të thotë përfiton klient kurve që kemi biznes të regjistruar. Për shembull konkret nëse dojmë me shit një produkt bujqësor ose dojmë me shit një shërbim, gjithsesi kur e ki fakturën e rregullt edhe e lëshon një fakturë të rregullt, kjo i sjell gjithsesi që sjell besim më të madh dhe i ka benefitet qoftë për biznesin tënd, qoftë edhe për zhvillimin ekonomik të vendit ku ne jetojmë. Po tregona çfarë ju kërkoi ATK konkretisht në atë takim? ATK na tregoi fillimisht që na i dim, na të gjithë aty që ishim prezent, i dim cilat janë rregullat, cili është ligji, edhe na i plotësojmë të gjitha ato rregulla edhe ato ligje që ata i kërkojshin, krejt i respektojmë. Ata kërkuan prej neve që me që jemi persona që ndoshta kemi pak më shumë djeks në përjetet tona sociale, secili që ta promovojmë këtë, të me thënë, të sensibilizojmë ata ndjekësit tonë që çdo aktivitet, qoftë edhe marketingu, promovimi i produkteve ndoshta që bëhet ose promovimi i bashkëpunimet që i kanë këta influencer me kompani të ndryshme, qofshin bizneset e tyre personale, çfarëdo që ofrojnë, duhet të tatohet. Do të thotë duhet patjetër të paguhen ato taksa, duhet të paguhen të regjistrohen punëtor, duhet të paguhet edhe trusti pensional, kështu që ATK-ja prej neve kërkoi një bashkëpunim në këtë formë ta bëjnë, promovojnë pak më shumë. E na kështu të gjithë së bashku dhamë një propozim, ndoshta pse jo ta bëjmë një video të përbashkët, cila ndoshta ka mundësi mu bë më virale në përjetës sociale edhe me dërgu mesazhin, do të thënë, e ATK-s përmes komunitetit të influencerëve. Por ju si influencer, a jeni të gatshëm për këto ndryshime apo jo? Ne ndryshim, na nuk kemi çfarë ndryshime me bo, sepse ne jemi të regjistruar të gjithë si biznese, i kemi biznese të regjistruar të gjithë, shumica po flas, edhe na çka kemi me bo, kemi ndoshta me promovu pak më shumë në rrjetet tona sociale që çdo aktivitet duhet me u tatu, çdo biznes duhet me qenë i regjistruar, sepse nëse ki sot në këto kohë që po jetojmë, është shumë lehtë ndoshta
ndoshta edhe me përfitu ndonjë subvencion qoftë prej shtetit, qoftë prej organizatave tjera jo qeveritare, por nëse si e biznesi regjistruar nuk kemi të drejtën, nuk e gëzon drejtën as me apliku. Kështu që pse jo, mu rrit, me u zhvillu, duhet me qenë i regjistruar në shtetin ku punon. A është realisht e komplikuar me hap një biznes apo vetëm perceptim? Jo, nuk është e komplikume, është shumë e thjesht. Sot gjitha i ki të publikume në faqen e administratës tatimore të Kosovës, edhe një ndihmë të vogël me kërku ndoshta prej një kontabilistit, besoj që krejt e japin, një konsultime japin, edhe është shumë e thjesht, veç a ka ide për biznes. Por a mendon se qytetarët janë mjaft të informuar për tatimet? Mendoj që kampanja si kur kjo për shembull ATK-ja që është të punu, duhet me zgjeru pak ma shumë, me i sensibilizu ma shumë njerëzit, se unë mendoj që nuk ka informata të mjaftueshme. Mungon informacioni, për shembull njerëzit i ndëgjojnë shumë shpesh shprehjet TVSH ose Tatim ose i ndëgjojnë ndoshta edhe institucionin si institucion, nuk është që e kanë dëgjuar me emër, por nuk kanë shumë informata. Kështu që mendoj që duhet punohet edhe me mas që të sensibilizohen pak ma shumë. Pastaj pse jo ndoshta edhe në për shkolla, nuk është ide keqe që 2 herë në vit ndoshta me bë projekte, të informohen gjeneratat e reja, sepse edhe ata janë ardhmja, ata janë potencialisht njerëz për biznes në të ardhmen, kështu që edhe ata duhet informohen prej tash, me ditë sakt çka duhet, çfarë do aktiviteti që zhvillojnë, çka duhesh me përfitu për veti, çka duhesh me i pagu shtetit, edhe me ditë me bu këtë diferencimin ndoshta ndërmjet taksave që duhet shtetit m'ia pagu, trustin pensional çka është, mi spjegu, më shumë me i thjeshtësu që me pas qartë edhe gjeneratat e reja, po edhe një masë e njerëzve. Po ne kemi parë se ju si influencer trajtoni tema prej më të ndryshmeve, po sa kanë ndikim rrjetet sociale për ndërgjegjësimin e këtyre temave? Secili bën promovim ndoshta të fusha, ne jon profilet e fushave të ndryshme. Tash audienca ime konkretisht që më besojnë edhe që më ndjekin, edhe që kanë besim në atë që unë e flas, në edukim shëndetësor konkretisht, unë mendoj që mundë me pas ndikim te ata njerëz që mund besojnë. Mundë me pas ndikim, rrit pak ndërgjegjësimin, kështu që sicili me profilin e vet me promovu këtë edhe me u ekspozu pak ma shumë këtë fush, unë mendoj që ka ndikim. Sa do kudo, njerëzit fillojnë edhe mendojnë, nëse ndoshta 100% këtë vit nuk arrin me regjistru biznesin, e shohin për të mirat edhe përfitimet që i ka një biznes i regjistru në Kosovë, edhe ndoshta vitin tjetër mundën me marrë vendimin për me u regjistru. Që po, kemi ndikim. Këtë takim që e keni pasur me ATK-n, a mendon se e rrit besimin tek publiku ndaj jush? Po gjithsesi që e rrit besimin, sepse unë kur shoh një biznes, kur shteti ndoshta ose kur ATK-ja e promovon një biznes, kemi x raste më parë kur kanë promovu për shembull x biznesi është tatim paguesi më i madh i ATK-s, më ka kriju fillimisht më ka kriju një emocion shumë të mirë, sepse në fundit prej këtyre taksave, prej këtyre të mbledhurave që bizneset paguajnë edhe që i mbledh ATK-ja, ne ato të mira i marrim përmes shërbimeve shëndetësore ose përmes arsimit, ose do të them përfitojmë në fundit përfitojmë ne qytetarët. Kështu që automatikisht ai biznes mendoj që gëzon klienta të ri, përfiton klienta të ri, edhe përshtypja, paraqitja, do të them pozicionimi i tij në tregun e Kosovës merr kohje tjetër. Kështu që kjo ka ndikim. Ne kuptojmë që rrjetet sociale dojnë shumë kreativitet, po sa është vështirë me thonë kreativiteti edhe me rregullat ligjore? Është vështirë,
fillimisht është vështirë me kriju content në Kosovë. Është vështirë në profile të caktuar, fushat e caktuara me kriju content, se jo gjithçka është tërheqse për audiencën, jo gjithçka interesojnë, në çfarë unë flas për fushën tem, edhe për fushën e farmaceutikës edhe të nutricionit, jo gjithçka është interesante, kështu që nuk është lehtë me kriju contentin. A punojmë, po, kërkon angazhim, sepse gjithmonë duhesh të bazohesh në fakte, duhesh bazohesh në hulumtime, një temë që dojmë me kriju një përmbajtje, një reels ose një postim tjetër, duhet hulumtohet shumë, të me thënë një gjithë faktet me pa që atë që e themi është e bazume në fakte apo është vetëm dezinformim, që fatkeqësisht sot këto realisht nuk po hulumtohen fare, po shkojnë lehtë te informacionet jo të bazume në burime jo të sakta, kështu që kjo pandej po krijon një konfuzitet në njerëz në mas, po gjithsesi duhet të referohemi që burimi informacionit, të shohim kush qëndron mbrapa atij reeli, kush është shembull pranvera ose X-i, Y-i që e ka jap këtë informat, a u bazon diçka në burime të sakta apo vetëm me supozime edhe me ndëgjime. Kështu që po, është e vështirë dhe duhet gjithsesi duhet të referohemi, janë disa rregulla të cilat duhet të shikohen, të analizohen para se të dalim edhe të publikojmë diçka të vërtetë ose të pavërtetë. Çfarë mesazhi keni për fund për influencerët e rinj që sapo kanë filluar? Punë, angazhim, secili le punon në fushën e vet, në profilin e vet, edhe ashtu kanë me kriju besim më të madh, edhe jenë konsistent në punë. Gjithmonë ka vështirësi, ka bariera përpara që dalin, por konsistenca ajo është që sjell rezultate në fund. Faleminderit shumë zonja Pranvera për kohën që ndat me ne dhe shihemi besoj herave tjera. Faleminderit shumë, ndjes ju lutem për këtë paraqitje kështu nga vetura, po në rrugë edhe nuk patëm mundësi të jam prezent sot. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Ditë të mbar. Faleminderit.